Në bazë të informacioneve të marrë në rrugë operative nga sektori për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve në drejtorinë vendore të policisë Shkodër, u bë e mundur arrestimin e flagrancë i shtetasve Arben L, 31 vjeç, njësi administrative Zejmen Lezhë, MS, 19 vjeçe, banuese në Tiranë, SG, 16 vjeçe, banuese në Lezhë. Arrestimi i tyre u bë pasi gjatë kontrollit të ushtruar në një lokal striptizmi në Velipoj, sipër banaku të këtij lokali, është gjetur një dozë lëndë narkotike dyshuar kanabis sativa. Gjithashtu gjatë kontrollit të ushtruar tek banesa e shtetaseve SG dhe MS është gjetur edhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një qese plasmasi ku rezultoi me peshë 33.4 gram lëndë dyshuar narkotike kanabis sativa. Materialet do t'i kalojnë për hetime të mëtejshme prokurorisë rrethi gjyqësor Shkodër për veprën penale prodhim dhe shitje narkotikëve e kryer në bashkëpunim e parashikuar nga neni 283/25 i kodit penal. Gjithashtu nga hetimet të kryera nga sektori kundër krimit financiar. Filloi procedimi penal në gjendje të lirë për veprën penale, fshehje të ardhurave dhe punësimi paligjshëm në ngarkim të shtetasve BM 46 vjeç, banues në Shkodër, KP 36 vjeç, banues në Zejmen Lezhë. Procedimi penal filloi pasi këta shtetas ushtronin aktivitet të paregjistruar në organet tatimore. Materialet i kaluan për veprime të mëtejshme prokurorisë rrethi gjyqësor Shkodër.